Zgjedhjet janë pranë, fushata kanë nisur dhe kandidatët po bëjnë gjithçka që të fitojnë votën tuaj më 11 maj. Po bëjmë premtime, por si ta dallojmë ne një premtim real nga fjalë boshe? Gjithë secili prej nesh mund të bëjë këto pyetje ndaj zotimeve të kandidatëve. E para, ndiq paran. Disa parti mund të premtojnë pensione të larta, taksa më të ulta, skema mbështetëse ambicioze, projekte të mëdha investimi, por ku do të vinë parat për të gjitha këto? Një program i besueshëm duhet të shpjegojë burimet e financimit. E dyta, kujto të kaluarën. Nëse një parti apo një kandidat ka qenë më herët në pushtet, krahaso premtimet e kaluara me çfarë ka realizuar realisht. Gjithashtu, nëse zotohet vazhdimisht për të njëjtën gjë, pa rezultat, kjo mund të tregojë se është i vështirë për të realizuar apo se nuk bën pjesë në prioritetet e tij. E treta, kontrollo impaktin ekonomik. Disa politika mund të tingëllojnë të mira, por mund të shkaktojnë problematika si rritja e çmimeve, rritja e borxhit publik apo edhe humbja e vendeve të punës. Dëgjoni analizat e ekspertëve dhe organizatave të pavarura mbi këto efekte. Gjithashtu, keni kujdes nga planet e vagullta apo të pamatshme. Të krijosh mira vende pune apo të rrisësh rrogat nuk është një program nëse nuk thua më parë se si do ta realizosh këtë. Një program i mirë politik. Nuk është domosdoshmërisht ai që duket më tërheqës, por ai që është me të vërtet i mundur. Bëj pyetje të duhura tani, që do të ndihmojnë të marrësh një vendim më të informuar dhe të kërkosh më mirë llogari më vonë.